Historia e Shuaibit a.s., profeti i drejtësisë dhe dëshmërisë. Pas historisë e Ajubit a.s., ku pam një shembull të pashoq të dërimit dhe qëndrueshmërisë në besim. Tani do të vazhdojmë me një tjetër profet të madh, Shuaibin a.s. Historia e tij është një histori e drejtësisë, dëshmërisë dhe thirrjes për një shoqëri të pasur nga padrejtësia dhe mashtrimi. Një popull që harroi dëshmërinë. Në një vend të bukur dhe të begat, të quajtur Median, jetonte një popull që kishte gjithçka që mund të dëshironte. Toka pjellore, burime, uji të bollshme dhe tregti të mbushur me mallra nga vendet më të largëta. Ata ishin tregtar të Zot, por kishin një problem të madh. Ata e kishin harruar dëshmërinë dhe drejtësinë. Në tregjet e tyre, peshorët ishin të rreme, masat e mallrave ishin të manipuluara dhe ata që blinin gjenin gjithmonë më pak se sa kishin paguar. Përveç kësaj, njerëzit e Medianit ishin të dhunshëm dhe trajtonin me përbuzje dhe padrejtësi ata që ishin të dobët dhe të varfër. Ata nuk besonin në Zotin e vërtet dhe mohonin ditën e gjykimit. Zoti nuk i harroi ata dhe dërgoi një profet për t'i paralajmëroi, profetin Shuaib a.s. Shuaib a.s. ishte një njeri i urtë dhe i drejtë. Ai thiri njerëzit e tij dhe u tha: O populli im, adhuroni vetëm Zotin dhe mos e mashtroni në tregti. Mos u sillni padrejtësisht me të tjerët dhe mos i zhvishni njerëzit nga të drejtat e tyre. Ai u tregoi se pasuria e ndershme është më e begatë dhe se Zoti nuk e do mashtrimin dhe padrejtësimin. Ai u paralajmëroi se nëse nuk ndalonin, një dënim i madh do të vinte mbi ta. Por njerëzit e Medianit qeshin me të dhe u tallën. O Shuaib, a mos vallë do të na mësosh si të tregtojmë? Ne bëjmë çfarë të duam me pasurinë tonë. Disa dëgjuan dhe e besuan, por shumica ishin krenar dhe të verbuar nga pasuria. Njerëzit e Medianit nuk ishin të kënaqur, vetëm duke refuzuar mesazhin e Shuaibit a.s. Ata filluan të kërcënonin dhe t'i thoshin: Nëse nuk pushon, do të debojmë nga qyteti ynë. Por profeti Shuaib a.s. nuk u trem, ai tha me vendosmëri: Unë nuk mund të pushoj së thirrri në vërtetën. Unë vetëm dua të sjell drejtësi dhe të ndreq gabimet tuaja. Por shpëtimi vjen vetëm nga Zoti. Kur ata pohën që ai nuk u ndal, ata sfiduan hapur dhe thanë me përçmim: Sill na dënimin që na premton nëse thuat të vërtetën. Ata nuk e dinin se paralajmërimi i tij do të bëhej realitet shumë shpejt. Dënimi i madh mbi popullin e Medianit. Zoti i dha atyre një afat, por ata nuk u penduan. Pastaj ndodhi diçka e çuditshme. Në ditën e parë, një vapë e madhe përvëluese përfshiu qytetin. Ajri ishte i nxehtë si zjarri dhe askush nuk mund të gjente freski. Dhe brenda shtëpive të tyre. Në ditën e dytë, një re e madhe e zezë u shfaq në qiell. Njerëzit menduan se do të vinte shiu dhe vraponin nën të për të gjetur hije. Por sapo u mblodhën poshtë res, ndodhi një katastrofë. Një zë i tmerrshëm dhe një tërmet i fuqishëm goditin qytetin. Era fort dhe një sohi e zjarrt ranë mbi ta, duke i shkatëruar plotësisht ata dhe pasuritë e tyre. Asnjë nga mohuesit nuk shpëtoi. Ata që kishin besuar kishin ikur me Shuaibin a.s. dhe shpëtuan. Kur Shuaibi u kthye dhe pa rrënjojat e qytetit, ai tha me trishtim: O populli im, ju tallet me të vërtetën dhe refuzohet urdhrat e Zotit. A nuk ju kisha paralajmëruar? Pastaj ai dhe besimtarët u largohen për të vazhduar jetën e tyre në paqe. Besimet nga historia profetit Shuaibi a.s. Çfarë mëson nga historia e tij?
Të jemi të ndeshëm, pasuria e fituar në mënyrë të ndeshme është me begat dhe besuar. Të mos e moshrojmë njëri tjetrin. Padrejtësia dhe moshrimi janë të ndaluara dhe sjellin shkatërrim. Të mos refuzojmë të vërtetën. Atë që e mushojnë drejtësinë dhe paralajmërimin e Zotit e humbin rrugën. Zoti ndëshkon ata që bëjnë padrejtësi, por gjithmonë i shpëton ata që besojnë dhe ndjekin rrugën e drejtë. Profeti Shuaib a.s. u përpoq me butësi dhe urtësi të i shpëtonte njerëzit e tij. Por ata refuzojnë dhe shkatërrimi i tyre është i pashmangshëm. Ai mbetet një shembull i dërimit, drejtësisë dhe fjalës së urtë. Salam aleikum, unë qohem Libën Dervishin. Ka kjo histori ka mësuar që korupcioni është si kurrent që depërton nga dalë në zemrën e një shoqërie. Ai zgatëror besimet, drejtësinë dhe barazinë, duke lënë pas vetes drejtësinë, pa drejtësi dhe varfërinë. Vetëm pa dëshmëria dhe gjeshmëria mund të shëroj këtë plak. Unë historinë e Shuaibit kam mësuar i drejtën e peshore, sepse pa drejtësia në tregti sjell shkatërrim dhe humbje e bekimeve. Kur je i drejtë me shokët, dërton ura besimi që zgjasin përgjithmonë, i drejtë përgjithmonë. Profeti ka thënë, Allahu e mallkon atë që jep rrëfqet dhe atë që e pranon atë.